Shikues të nderuar të televizionit, Adeu jemi rikthyer në studio në hapësirën e intervistës dhe do të kem nderin të zhvillojmë intervistën me avokatin Altin Goxhaj lidhur me zhvillimet e fundit. Ai ka patur një gjyq të njëjtë me komunitetin LGBTQ, ndërkohë që do të komentojë edhe raportin e fundit të OSBE-ODIHR për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Zoti Goxhaj, të përshëndes dhe faleminderit. Është kënaqësi që jam mes jush, po në mënyrë të veçantë me ju, sepse në këtë gjyq ju ishit pjesë pa qenë prezent, për faktin se ju ishit parët që dhat alarmin për një film me dy djemë 12 vjeçar që binin dashuri me njëri tjetrin, dhe kjo shfaqej për fëmijët e Shqipërisë sikur të ishte një film me prralla të bukura, me titullin Strange World, dhe ne reaguam pikërisht nga lajmi juaj duke organizuar një takim me komunitetin e prindërve në bazë të koalicionit për mbrojtjen e fëmijëve, dhe ja doli me sukses të anullonim atë film, por të njëjtën fituam edhe gjyqin përballë Komisionit për mbrojtjen e diskriminimit dhe disa OJF-ve të komunitetit LGBTQ. Të njëjtën pra u zhvillua gjyqi kundrejt edhe LGBTQ-s dhe sapo konfirmove që i keni fituar gjyqin. Çfarë ndodhi në seancë? Pra morën pjesë pala kundërshtare? Kjo palë kundërshtare që mund ta quajmë kundërshtare të fëmijëve, jo të timen, mori pjesë në një protestë që ata e quajnë parada gay me postrin tim me sharë, që ishte postri me elektrodet e tundit fort gjatë gjithë protestës, po nuk u paraqitën gjyq se nuk e përballojnë dot emocionalisht të vërtetën e hidhur që ajo çështje që ne ngritëm dhe e mbrojtëm është një çështje të drejtave bazë të fëmijëve që ata kanë për detyrë të mbrojnë, dhe ata e kishin shkelur. Dhe në atë gjyq u vërtetua dhe nga mos pjesëmarrja e tyre që ata nuk kanë se çfarë thonë, përveç se të ushtrojnë presion në sistemin e drejtësisë dhe të bëjnë raporte ndërkombëtare fake, sikur ata janë të diskriminuar. Mund ta them me plot gojën, kjo është një fitore për gjithë prindrit, sepse që nga ky moment asnjë kinema dhe televizion do ta kenë vështirë të trajtojnë tema të tilla duke bërë propagandë lavazh truri për agjendën LGBTQ për fëmijët e vegjël. Nuk mundet dot të bëjmë propagandë televizive dhe në kinema, apo në libra, për fëmijët pa konsensun e prindit e parë. Dhe një nga çështjet kryesore që ne ngritëm në këtë histori ishte që askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë në jetën e fëmijëve pa lejen e prindit. E dyta është që askush s'duhet guxoj të seksualizojë fëmijët, të trajtojë ata si subjekte të agjendave seksuale të komunitetit LGBTQ, siç ndodhi në këtë histori ku OJF-t të cilat bëjnë para me shumicë, duke shpikur në Shqipëri diskriminim që nuk ka, Shqipëria është vend unik dhe unë e provova edhe në sallë gjyqit, që në gjithë Ballkanin ne jemi vende ku në raporte e policisë prej 15 vjetësh nuk ka asnjë rast të dhunës fizike ndaj anëtarëve të komunitetit LGBTQ për shkak të orientimit tyre seksual. Të vetme dhuna që ekzistojnë në dosjet e policisë ato midis tyre, po asnjëherë për shkaqe të orientimit seksual nga heteroseksuale. Dhe Shqipëria është një vend se që nuk mund trajtohet si një vend diskriminimi. E treta që është shumë e rëndësishme, dhe unë besoj që kjo vlen për gjithë prindrit, është që prindrit shqiptar duhet të jenë vigjilent, sepse kjo agjendë vetëm sapo ka filluar. Në atë sallë gjyqi nuk erdhën, edhe sepse mungojnë paratë e USAID-it. USAID-i u ka prerë këtyre, sepse është prerë vetë paratë e USAID-it. Deri dje kishin kollaj ata se merreshin fonde nga gjitha ne. Tani që Amerika ka ndryshuar sjellje dhe një pjesë e institucioneve ndërkombëtare ka ndërprer fondet e abuzimit me të drejtë e njerëzit që bëjnë këto organizata, të cilat janë bërë milionere në raport me historitë që ata kanë shpikur për Shqipërinë. Në rastin konkret është një situatë ku ne duhet të firmosim brenda vitit 2028, si ka pretenduar Rama me pasaportën evropiane, legalizim martesave gay deri në 2028. Adoptimin e fëmijëve nga çiftet LGBTQ dhe mbi këtë ndërtohet edhe gjithë politika mbi surrogacinë, mbi seksualizimin e fëmijëve, mbi edukimin e tyre në shkolla, dhe prindrit kanë vetëm një armë për të mbrojtur dhe unë doja ta shfrytëzoja këtë mundësi që më keni dhënë për të folur, edhe që të bëja thirrje gjithë prindërve të Shqipërisë. Po vjen shtatori, të bëhen gati të gjithë prindrit që të bëhen antar të bordeve të prindërve. Të marrin në dorë bordet e prindërve si e vetmi akështjell për të mbrojtur jetën e fëmijëve të tyre nga agjendat përkatëse. Prindrit të ndërgjegjësohen që të bëhen antar të bordeve të prindërve të shkollës, të mbrojnë fëmijët në bordet e shkollave. Kjo është imperativ i kohës, po kjo është detyrim që ta kanë ndaj fëmijëve të tyre. Të mos e bëjnë për të tjerë, ta bëjnë për veten e tyre. Po nuk e bën ata për fëmijët e tyre, kush do e bëj?
unë nuk jam zgjedhur deputet që ta bëja këtë në parlament, ata kanë vetëm një armë vetën e tyre, në shkollat e tyre. Pra, Shqipëria 2030, pra programi i trumpetuar edhe nga Kryeministri Rama përfshin edhe agendën e LGBTQ-s, pra njohjen e kësaj shoqate. Ti si avokat, si Altin Goxha, cila është thirrja juaj për gjithë prindërit shqiptar që të kenë një mënyrë zgjidhje të kësaj situate, pra që të mos ta pranojnë këtë lloj situate, e cila na favorizon pasaportën europiane? Favorizimi i pasaportës europiane është një mashtrim i madh, nuk kena për ta pa kurrë me sy. Për aq kohë sa vazhdon kjo histori siç po vazhdon në Shqipëri, unë nuk besoj fare që ekziston një shans që Shqipëria të bëhet anëtare e BE-s deri në 2030. E dyta, unë nuk jam pro-europian, jam euroskeptik nga pikpamja ideologjike, ne përfaqësojmë një forcë konservatore e cila njihet edhe po të hapësh tash Wikipedia dhe ka shkruar që Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë e ka shkruar aty që është euroskeptike, por unë besoj një gjë tjetër që është më e rëndësishme. Unë besoj që shqiptarët janë përballë një rreziku të jashtëzakonshëm ku kanë ngelur shumë pak armë në duar. Rama ka 83 vota, 73 të PSD-s bëjnë 86. Shto dhe këtë Shabanin me Tikun që janë votë e Soros dhe dihet që janë pro agendave LGBTQ, bën 87. Shto edhe këto partitë e tjera të Arlind Qorrit që ka dhe një votë, më falu bën 88. Çfarë bën Rama me 88 vota? Ndryshon kodin e familjes, ndryshon çdo lloj ligji dhe të gjitha janë të shprehur pro agendave LGBTQ. Shqiptarët pra e kanë humbur betejën me parlamentin për shkak se parlamentin e ka marrë Sorosi, po e quaj. Ajo që më ka mbetur shqiptarëve është të paktën të mbrojnë shtëpinë e tyre. Si mbrojnë shtëpia e tyre? Mbrojnë në shkollë. Pra, unë besoj që lufta për të marrë bordet e shkollave duhet të jetë imperativ i kohës për çdo prind që na ndjek, që na dëgjon. Duhet të bëj çmosi të zgjidhet në bordin e shkollës. Është i vetmi vend ku mund të mbrojë shtëpinë e tij, ku të mbrojë fëmijën e vet dhe fëmijët e gjithë shqiptarëve.